Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e premte, data shënon 22 maj 2026, është dita 142 nga 365 tilla. Dielli sot do të lind në orën 5:17 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 19:58 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vjuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat, në pjesën e tretë më pas do të jemi me avokatin Erald Daga dhe në pjesën e katërt me motin dhe trafikun. Por fillimisht, si zakonisht, e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Kufizimi i pushtetit, kryeministri vetëm 2 mandate, Hungaria ndryshon rregullat. Propozimi, Hungaria planifikon të përfshijë në kushtetut një kufizim prej 2 mandatesh për kryeministrin. Sipas Bloomberg, amendamenti i përkatës u propozua nga partia e kryeministrit Peter Magyar. Sipas nismës, një person nuk do të jetë në gjendje të mbajë pozicionin e kreut qeverisë për më shumë se 2 mandate radhazi, ose gjithsej 8 vjet. Nëse rregulli i ri zbatohet për mandatet e mëparshme, ish kryeministri Orban, i cili drejtoi qeverinë për 16 vjet, do të ndalohet kandidonte përsëri për poste. Në faqen 2, materiali i plot. Krye artikulli i Panoramës. Korupcion të tatimet, koncesionet dhe PPP-t, zbardhet raporti i IBAR për Shqipërinë. Bashkimi Evropian kritika qeverisë për mbrojtjen e zyrtarëve të korruptuar. Raporti i IBAR kalon fazën teknike, pritet miratohet sot nga ambasadorët e BE-s. Më 26 maj konferenca ndërqeveritare. Në faqet 2 dhe 3 gjeni detajet mbi raportin e IBAR dhe çfarë ka ndodhur ditën e djeshme. Tituj të tjerë, pasuritë e sekuestruara, babai Martinajt në GKO, kam 3.5 milion euro të ardhura, i justifikoi me dokumente. Dëshmia, një banes ja falë Melio Hatos, i shpëtoi jetën djalit. Në faqen 6. Migracioni, profesor Hasana i prezanton studim në parlamentin italian. Kompensimet lista, qytetarët që shpronsohen në Tiranë dhe Durrës. Në faqen 22 gjeni një pjesë të listës për gjithë ata qytetarë që janë në pritje të kompensimit. Origjina, dëshmit bizantine që lidhin vlehët me ilirët dhe shqiptarët. Nga Ilir Cenollari. Refuzoi të dëshmonte kundër SBA, jo pushtet vetëm e komunist. Deklarata që fundosi Kol Kuqalin, proces verbali i hetuesit më 1947, faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, liria ka një emër, në Shqipëri, Spaç e në Kosovë, UÇK. Nga Besim Dregjoni. Rreth himnit kombëtar të akademikut Vasil Tole, nga Faruk Myrtaj, në faqen 18. Ishte opinioni fundit, njëkohësisht e titulli fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend. Ndërkohë ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, Shtradha e Telegraf. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të premte. Drejtësia e re kthehet në puç ndaj qytetarëve. Vettingu selektiv i la hapur derën vetgjyqësisë. Nuk ka poshtrim më të madh për një popull sesa kur i varfëri e di që për të, ligji vepron shpejt, ndërsa për të fortin, ligji mendon gjatë, stepet, zvarritet, vonohet, negocion me heshtjen dhe shpesh mbaron impir përballë pushtetit. Në mungesë edhe të gjetjes së drejtësisë, të organet e rendit apo të sistemi drejtësisë, qytetarët po i zgjidhin vetë problemet me kanun apo vetgjyqësi. Procedimet për këtë vepër penale janë rritur me 34.35% vetëm gjatë 2025-s. Shqipëria ka ngritur institucione, ka bërë reforma në letra, ka prodhuar shumë fjalime propagandistike për drejtësinë, por në fund, problemi është vetë shteti me mënyrën si funksionon. Në faqen 6, materiali i plot. Krye artikulli Telegraf, sekretet e këngëtarit dhe furxhiut Xhevat Avdalli, mikut e Enver Hoxhës me gratë e Gjirokastrës. Dosier nga Ylli Musta, si u kthye fura e Xhaxhevatit në një qendër kulti, ku mund të merrje vetë çdo gjë në Gjirokastër, nga martesat e të dashurit, pleksja e marrëdhënieve njerëzore dhe gatimet,
Si erdhi te kjo furrë në mars 1978 Enver Hoxha, takimi me Xhevatin, bisedat dhe si ja morën me zëtullët këngës Gjirokastritçe. Faqet 20 dhe 21, materiali i plot. PSD bëhen bashk, miratojnë me 100 vota rregullore në ret kuvendit, ja çështjet që i bashkojnë më shumë se ato që i ndajnë. Skandali me Jet Bank Këlliçi, paratë e shqiptarëve janë në duart e një individi të mashtrimeve Forex, po fshehin dokumentacionin për licencimin. Vjen në Tiranë platforma europiane e rrjeteve rregullatore. 42 shtete diskutojnë sfidat e tregut mediatik dhe kuadrin ligjor. Kryetarja e Amas, Armela Krasniqi. Në faqen 10 gjeni materialin e plot. Alarmi i Bashkimit Evropian, Brukseli konfirmon zyrtarisht miratimin e draftit të qëndrimit të përbashkët të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, por njëkohësisht sinjalizon shqetësimet, vendi i zhytur në korrupsion në çdo hallk të shtetit, nga kadastrat, e doganat, shëndetësia, arsimi, ndërhyrjet në drejtësi dhe imuniteti i zyrtarëve të korruptuar. Faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Sociale, biznesi oligarkëve vulosën 3 fotovoltaik nga Lushnja në Sarand. Të dhënat e shqiptarëve te Përbindçi i ri, Albanian Digital Solution, më kej se Akshi, monopol e kontrata pa tender. Në faqen 8. Mjeku në familje, çfarë është cisti në veshka, shkaktarët kryesor, simptomat dhe mjekimi sipas moshës, ushimet që parandalojnë sëmundjet kardiovaskulare dhe ato të prostatës. Në faqen 11. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete e përditshme, është radha e gazetës Dita, shohim titujt kryesor të saj për këtë të premte. Një shpërsim dramatik i tekstit final të pozicionit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Janë vendosur 32 ndryshime substanciale në 11 fusha tematike. Dokumenti i ri shpreh keqardhje të hapure të rrallë diplomatike për sulmet mbi institucionet e drejtësisë, duke referuar të rthorazin ndërhyrjet e kuvendit në SPAK dhe çështjen Balluku. Faqet 4 dhe 5, materiali i plot. Kryeartikulli i ditës, rasti Rexha, Republika e mediokritetit. Parlamenti shqiptar ka rënë në pikën e tij më të ulët historike, duke u shndruar nga tempulli i fjalës dhe përfaqësimit në një shtëpi të zymt ku triumfon mediokriteti dhe heshtja. Një deputet thuajse fantazm në sferën publike ka marrë përsipër të propozojë ligjin që i kthen emërimet e shefave të komisariateve në duart e politikës, vetëm 2 vite pasi reformat e trumbetuara i shpallën konkurset si shpëtimin e uniformave blu. Faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Autokracia e dëshpëruar e Partisë Demokratike, farsa e 23 majit dhe gara parivale 81 vjeçarit Berisha. Investim në humbje. Partia më e madhe opozitare është shndruar përfundimisht në një strukturë sui generis, që nuk ofron më alternativë për elektoratin, por shërben thjesht si një mjet për mbijetesën politike të liderit të saj historik. Në faqen 8, materiali i plot. Ndryshimet e reja, konsensusi jashtë kamerave për rregulloren e kuvendit, Partia Demokratike fiton minutat, PS ruan komisionet. Majoranca dhe opozita gjetën gjuhën e përbashkët për rregulloren e kuvendit pasi gjykata kushtetuese rrëzoi ndryshimet e mëparshme nga deputet të majorancës. Në brendësi, SBA dhe Kina duhet të mësojnë të bashkëpunojnë. Qeveria miraton 3 parqe të reja fotovoltaike, vendimi në faqen 10. Rubrika e shëndetit, fatura e barnave të rimbursueshme në Shqipëri ka shënuar një rritje prej 660 milion lekësh. Ky ekspaksion buxhetor lidhet drejt për drejt me shtimin e frikshëm të rasteve të reja të sëmundjeve kronike e akute. Konservuesit rrisin rrezikun për sëmundje zemre, studimi i ri.
Centralet në toka shtet me qëra minimale, vendimi I ri. Hetimi I SPAK përgjimet që nxjerrin zbuluar biznesmenin Bashkimulaj dhe djalin e ish-kryeministrit Berisha. Dosja ka dëshmuar se si institucionet shtetërore përdoreshin si regulator privat për ndarjen e pasurisë publike dhe tregut të interkonjeksionit. Faqen 6. Me këtë titull e mbyllim këtu edhe faqen e parë të gazetës Dita për ditën e sotme. Do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, Shtrada e gazetës Sot. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Si Ilir Meta po bën kurban ish bashkëpunëtorët e tij për të shpëtuar lëkurën. Kërkon që të merren në pyetje personat kyç në ish LSI-n që kanë nënshkruar, modifikuar dhe menaxhuar kontratën me kompaninë lobuese në SBA. Ja kush rrezikon në faqen 2. Dosja e SPAK zbardh mesazhet e Monika Kuremallait nga fibrat optike te blerjet luksoze në San Marino me karton blek. Në biseda përmenden Bashkimulaj dhe shkëlzem Berisha. Skandali loja klienteliste Rama Balluku me projektin e madh të Francës si mask për të ushqyer oligarkët e tyre të besuar. Ja kush është kompania shqiptare e nënkontraktuar që ka glaburuar 100 milion euro tendera nga shteti. Në faqen 6. Kushtetuesja kalon për shqyrtim dosjen Balluku që Rama Berisha tentuan të varrosnin. Çfarë fshihet në dokumentet e SPAK që po tmerron pushtetin dhe opozitën, ja pse publikimi I tyre pritet të shkaktojë tërmet në politik. Raporti I IBAR masakron me Ramën, presionet ndaj SPAK, patronazhistët, liria e medias dhe korrupsioni nxin qeverisjen, drafti në duart e ambasadorëve të BE-s. Nëse nuk arrestohet Balluku, negociatat nuk hapen. Titujt të tjerë, betejë për aeroportin e Vlorës, punëtorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga Ministria e Infrastrukturës për punimet në kantier, si u shantazhua biznesmeni kosovar nga dyshja Balluku Balla, ja akuzat. Në faqen 7. Ngrihet alarm në Kuvend për licencimin e dyshim të Jet Bank si Banka e Shqipërisë. Po mbron aksionerin misterioz izraelit dhe po bllokon dokumentet, në rrezik kursimet e shqiptarëve. PSD arrin marrëveshjen për ndryshimin e rregullores të Kuvendit. Miratohet me 100 vota në parlament. Çfarë u tërhoq dhe u pranua nga të dyja palët, zbardhen detajet. Partia Socialiste kërkon ndryshimin e ligjit për policinë e shtetit, hiqet gara për drejtuesit dhe shefat e komisariateve. Kryepolici kthehet sërish në detyrë pas përfundimit të mandatit. Në faqen 10. Këto ishin titujt kryesore dhe nga gazeta Sot. Për ditën e sotme do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, Shtrada e përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj. Canaj, ka pasur aleanca, Final Four është dështim. Trajneri I njohur analizon kategorinë superiore. Dinamo duhet ishte për titull. Të shtohet numri I skuadrave, zdallohen pretendentët me ato të rënjes. Faqen 3, materiali I plot. Kryeartikulli I Panorama Sport, italiani Maran, u emocionova kur më thirrje Shqipëria, një kom krenar. Trajneri I kombëtares flet nga Italia, duhet shkruaj historinë. Djersa e sakrifica në ADN-n e shqiptarëve do të jetojë në Tiranë. Kliton Bozgo, Silvinjo dështoi në përzgjedhje. Rolando garanton disiplinë. Në faqen 10, materiali I plot mbi trajnerin e ri të kombëtares shqiptare. Deklarata Kepa, sulmi po e tradhton vllaznin. Ish mesfushori Çapja, Elbasanit mos bjerë nën presionin e titullit. Analiza, Bregu dhe Fernando, dy më të mirët e superiores. Kryeqyteti 5 trajnerë të shkarkuar në 36 javë kampionat, Tirana dhe Partizani kryesojnë me largimet, flamurtari Egnatia dhe Teuta plotësojnë puzzle-in.
në faqen 6. Korçarët hapin bisedimet, Skënderbeu i mat pulsin Kërnajës, ja trajneri favorit në faqen 9. Tituj të tjerë, botrori 1958, vetëm Brazili përballon predhat e Fontejnif. Faqet 22 dhe 23 gjeni materialin e plot nga hapësira dosier që prej disa javësh është tashmë pjesë e përditshme e Panorama Sport. Nga Haaland te Ronaldo, kush mund bëhet kampioni i ri i parë i botrorit? Itali, Juve në qark të shkurtër, Elkan vendos pas derbit. Gjermani Hansi Flick, në zemrën time, ka vetëm 3B. Premier League, 6 klube angleze në Champions, ja si realizohet skenari në faqen 15. Me këtë titull e mbyllim këtu edhe faqen e parë gazetës më të madhe sportive në vend Panorama Sport e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri. Ndërkohë tani do t'i rikthehemi edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Kufizimi i pushtetit. Kryeministri, vetëm 2 mandate, Hungaria ndryshon rregullat. Propozimi, Hungaria planifikon përfshi në kushtetut një kufizim prej 2 mandatesh për kryeministrin. Sipas Bloomberg, amendamenti përkatës u propozua nga partia e kryeministrit Peter Magyar. Sipas nismës, një person nuk do t'jetë në gjendje të mbajë pozicionin e kreut qeverisë për më shumë se 2 mandate radhazi, ose gjithsej 8 vjet. Nëse rregulli i ri zbatohet për mandatet e mëparshme, ish kryeministri Orban, i cili drejtoi qeverinë për 16 vjet, do të ndalohej të kandidonte përsëri për poste. Në faqen 2, materiali i plot. Krye artikulli i Panoramës, korupcion të tatimet, koncesionet dhe PPP-t, zbardet raporti i IBAR për Shqipërinë. Bashkimi Evropian kritika qeverisë për mbrojtjen e zyrtarëve të korruptuar. Raporti i IBAR kalon fazën teknike, pritet të miratohet sot nga ambasadorët e BE-s, më 26 maj konferenca ndërqeveritare. Në faqet 2 dhe 3 gjeni materialin e plot. Tituj të tjerë, pasuritë e sekuestruara, baba i Martinajt në GKK, kam 3.5 milion euro të ardhura, i justifikoj me dokumente. Dëshmia, një banes ja falem Elio Hatos, i shpëtoi jetën djalit. Në faqen 6. Migracioni, profesor Hasana i prezanton studim në parlamentin italian. Kompensimet, lista, qytetarët që shpronsohen në Tiranë dhe Durrës. Origjina dëshmit bizantine që lidhin vlehet me ilirët dhe shqiptarët. Nga Ilir Cenolari në faqet 14 dhe 15. Jo pushtet vetëm e komunist, deklarata që fundosi Kol Kuqalin, proces verbal i hetuesis, më 1947, refuzoi të dëshmonte kundër SBA-s. Materiali i plot në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, liria ka një emër, në Shqipëri Spaç e në Kosovë UÇK. Nga Besim Drejgjoni në faqen 19. Rrethimit kombëtar të akademikut Vasil Tole, një shkrim që vjen nga Faruk Myrtaj në faqen 18. Ky ishte opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend dhe me Gazetën Panorama ne japim fund këtu hapësirës shtypi ditës për ditën e sotme. Do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me telefonatën në studio. Publicitet.